komb. Ishte një situatë vërtet shumë e vështirë që nuk mund të menaxhoj dhe unë mendoj që një luftë civile është akoma më e keqe se sa një luftë kundër një armiku konkret. Dhe vërtet ka qenë situatë, ju tani lexoni të më akoma më kanë ngelur, domethënë më dridhet zëri, ndjej prekjen, ndjej situatën, të shikosh njerëz që të vdesin të pafajshëm dhe e shikonte veten që mund të kishe vdekur në ato momente. Kështu që prandaj them që çdo ditë është një dhuratë për jetën, sepse deri në moshën 14 vjeçare që ishim vitin 90 që ndrua sistemi, ndoshta jo familja që ishim edukuar, ishim rritur që mbaron studimet, edhe unë shikoja veten kur studiova gjuhë letërsi, do ta shikoja deri në pension një pedagoge në Universitetin e Tiranës, sepse ishim mësuar me këtë formatin e rregullores. Por shikon pastaj që kur shkova në Selanik, u zhvlerësova si njeri, u ndjeva zero, u ndjeva pa arsim, u ndjeva pa kulturë. U fillova direkt të mësoj gjuhën greke në universitet, sepse thoja, unë e ndjeja veten që kisha një standard intelektual, kisha mbaruar gjuhë letërsi në Tiranë, dhe u më këmba, sepse vetëm ajo buzëqeshja e njerëzve, ajo paqja kryesore, vlerësova kryesisht atë pjesën aty, dhe ja ku jam sot. Edhe më falë që po ndërhysh, si ke arrit me menaxhu këtë pjesë, pasi që është një kujtim jo i mirë për ty, mirë po tash besoj që ja ke dalë. Pikërisht atë që e thash pak më herët. Pikërisht unë mbaj mend sepse unë nuk mund ta quaj veten emigrante ekonomike në 97-ën, por refugjate lufte, sepse mirëqenie ekonomike për fat të familjes edhe këto ka qenë mirë, kam arritur me avion në Selanik. Dhe kur kam zbritur në aeroport, unë akoma e kam ndjesinë që tash në këtë momente unë nuk dua të kthehem. Ndërkohë që kur unë nisa nuk mendoj që do rish përgjithmonë, sepse ishim me vizë të rregullt për një kohë 6 mujore, menduam sa të kaloj me bashortin pak situata e rëmujës dhe të ktheheshim, por besova që nuk do kthej për 6 muaj situata normale në Tiranë dhe jeta vazhdon dhe duhet të gjeja veten në formën si i ri, si për atë që më përkiste. Kështu që ju futa direkt e punës që kam arritur në qershor, por në shtator jam futur në universitet që të gjeja vetëm të paktën, mendoja që hapi i parë ishte komunikimi dhe gjuha që të gjeja nivelet dhe fillova këtë pjesën direkte të integrohesha. Vitet e para erdhi martesa, erdhën fëmijët, por kjo pjesa 10 vjeçari parë ka qenë komplet integrimi në shoqërinë greke. Është një kujtim ndoshta që qëndron bazë tek ty dhe ka ndryshuar komplet kohjen e jetës tënde. Kjo është një, prandaj edhe mbetet gjatë në kujtim. Gjëja pozitive që kam ndjer ishte që nuk ndjesha larg në kilometra me Tiranën dhe nuk e kam humbur kur kontaktin, vizitat në Shqipëri kanë qenë të shpeshta dhe janë gjithmonë shpeshta. Domethënë duke ardhur akoma më qetësia, paqja, normaliteti, shkoj shpesh, kam krijuar bashkëpunime për ruajtjen e identitetit kombëtar, kam shumë aktiviste dhe për mësimdhënien e gjuhës shqipe tek fëmijët emigrantë, duke nisur dhe si profesion, por dhe si mama, sepse linda fëmijë dhe doja dhe fëmijët e mi të trashëgonin gjuhën shqipe, kështu që përpiqesha të isha në të gjitha modelet një shqiptare vërtet